Është shuar në moshë fare të re këngëtari i njohur Shpat Kasapi. Dyshohet se 40 vjeçari, babai një djali ka ndërruar jetë si pasojë e një ataku në zemër. Ai ishte një nga këngëtarët më të dashur dhe më të njohur të muzikës shqiptare. Kasapi u lind në 1 maj 1985 në Tetov. Karrierën ai e nisi në fillim të viteve 2000 dhe shpejt u bën ndërhyjet më të mëdha muzikore, ato kohë në estradë. Ai u bë i njohur me disa këngë që vazhdojnë të dëgjohen ende si Valle Kosovare, Amado, Dashni pa limit dhe Aroma e saj. Kryetari i çajerit Izet Mexhiti ka thënë se vdekja e Shpat Kasapit ka lënë boshllok të madh te familja, miqtë dhe të gjithë ata që kanë vlerësuar artin e tij. Shpati la pas një trashëgimi të çmuar artistike dhe kujtime që do të mbeten gjatë në zemrat e publikut. Muzika e tij është një vlerë që nuk shuhet. Në këtë ditë të rëndë shprehim ngushëllimet më të sinqerta familjes Kasapi, të afërmve dhe gjithë komunitetit artistik. Qofti përjetshëm kujtimi i tij dhe u pret në paqe, shkroi ai në Facebook mëngjesin e së mërkurës. Dhimbja bëhet më e madhe pasi Shpat Kasapi la pas vetes një djalë 3 vjeçar, të cilin e kishte me ish partnerin Silvie Jao. Shpati dhe Silvia u bën prindër për herë të parë në janar të vitit 2022, por martesa e tyre nuk eci gjatë. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga Showbizi shqiptar.